Prokuroria Themelore në Ferizaj ka kërkuar nga Gjykata Themelore caktimin e masës së paraburgimit për një periudhë 30 ditore ndaj të dyshuarit KS nga PEA për shkak të dyshimit të bazuar për veprën penale ngacmimi. Sipas njoftimit të prokurorisë, kjo kërkesë është paraqitur për shkak të veprimeve të dyshuara të të akuzuarit gjatë vitit 2025 në komunën e Shtimes. Ekziston dyshimi i bazuar se gjatë vitit 2025 i pandeuri me dashje dhe në vazhdimsi është përfshirë në sjellje të vëmendjes së padëshirueshme, duke e vënë në vëzhgim me qëllim të ngacmimit të dëmtuarën VZ, me të cilën ka qenë në lidhje dashurie, ka theksuar prokuroria. Si pjesë e ngacmimit, i pandeuri është akuzuar se ka vendosur 2 GPS në veturën personale të së dëmtuarës dhe ka hapur një llogari në rrjetin social Instagram në emër të saj, ku ka postuar fotografi të ndryshme me mbishkrime denigruese. Po ashtu, i dyshuari ka shpërndar informacione të tilla si numrin e telefonit dhe adresën e banimit të së dëmtuarës, duke paraqitur se ajo ofron shërbime seksuale me pagesë. Si rrjedhoje këtyre veprimeve të dëmtuarën e ka vënë në shqetësim të madh emocional, shton prokuroria. I dyshuari KS që nga data 8 mars 2025 është ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit të shtetit për veprën penale ngacmimi. Prokuroria ka kërkuar që ai të mbahet në paraburgim për 30 ditë për të parandaluar mundësinë e ndikimit në procesin hetimor dhe për t'u siguruar që ai nuk do të arratiset.